Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po përballet me një paradoks të madh ekonomik, ku rritja e vrullshme e ndërtimeve dhe e çmimeve nuk po reflekton më asnjë lidhje logjike me të ardhurat e qytetarëve. Ajo që dikur trajtohej nga autoritetet thjesht si një hipoteze pa bazë e burimeve të tregut, sot konfirmohet zyrtarisht nga raporte ndërkombëtare dhe dokumente strategjike të vetë qeverisë, të cilat vënë gishtin mbi ndikimin e paras informale dhe pastrimit të parave në këtë sektor. Sipas një raporti të vitit 2024 nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Europën, i cili analizoi zhvillimin urban dhe strehimin në Shqipëri, pastrimi i parave ka qenë një faktor kyç kontribues në shtrëngimin e banesave në Tiranë dhe në zonat bregdetare. Raporti nënvizon se ky fenomen, i kombinuar me të ardhurat të ulta të familjeve mesatare, e ka bërë blerjen e një banese në zona preferenciale të papërballueshme për shumicën e qytetarëve. Kjo situatë ka quar në nivele të larta mbi popullimi, duke renditur Tiranën ndër 7 qytetet kryesore europiane me problemet më të mprehta të papërballueshmërisë së strehimit. Nga këndvështrimi ekonomik, ky zhvillim ka përmbysur ligjin tradicional të kërkesë-ofertës, pasi një pjesë e madhe e apartamenteve po blihen nga persona që nuk planifikojnë të banojnë aty, por i përdorin ato për pastrim parash dhe për të fshehur kapitalet e padeklaruara. Ky fenomen ka sjell pasoja të rënda për banorët vendas, pasi ndërtuesit dhe investitorët që shfrytëzojnë këtë praktik nuk kanë asnjë presion financiar për t'i shitur apo lëshuar me qira shpejt pronat e tyre. Kjo gjë mban artificialisht ofertën të ulët dhe çminet në nivele maksimale, pavarësisht se shumë apartamente të reja qëndrojnë bosh për periudha të gjata. Së fundmi, edhe vetë qeveria shqiptare, në dokumentin e konsultimit për strategjinë kombëtare për krimin e organizuar 2026-2030, ka pranuar se transaksionet e paligjshme financiare po shfrytëzojnë pasuritë e paluajtshme brenda vendit. Në këtë dokument pranohet se të ardhurat nga korrupsioni dhe krimi shpesh kamuflohen përmes palëve të treta, qofshin këta individ apo kompani biznesi, për t'u integruar më pas në sektorin e ndërtimit. Edhe pse situata pranohet në letra, tregu mbetet ende pa nisma konkrete rregullatore apo politika strehimi social që do të mund të lehtësonin barën mbi qytetarët e thjeshtë.